Shikues nderuar, ju përshëndes, unë jam Andi Bora dhe mirë se vini në Sken Krimi. Nisim këtë sezon të ri, nisim 2026 dhe unë kam një urim, le të themi për të gjithë ju, shikues të dashur shqiptar, që le të jetë 2026 një vit i mbar për ju, për familjet tuaja dhe që në fund të shohim ndoshta edhe pak shpresa ashtu siç ju urova dhe herën e kaluar, që gjërat në vendin tonë të shkojnë drejt përmirësimit. Unë sonte e nis këtë emision, e nis këtë vit të ri me një dëftuar special në Sken Krimi, ish pjesëtar i forcave speciale, ish oficer policie dhe ai është Krenar Ahmeti. Dhe jo vetëm me këto grada të cilat rëndojnë mbi supet tuaja në kaq vite si pjesë e policisë së shtetit, por edhe doktoratur në psikologji. Falenderoj shumë Krenar Ahmeti që je sonte në Sken Krimi. Faleminderit, mirë se u gjetëm, edhe do doja edhe unë t'i uroja gjithë shqiptarët, qofti viti marë, inshallah nuk i ngjan vitit 25-ës, po qofti viti marë me të madhe me të vogël. Falenderit shumë, falenderit po të urojnë emër të shqiptarëve. Biseda sonte e jona do jetë le të themi e shpërndarë në disa pika, duke qenë se ju keni qenë për shumë vite pjesë e policisë së shtetit, ndoshta shpeshherë imazhi juaj publik ka qenë kontrovers, duke qenë një njerëz që keni qëndruar ligjit korrekt, edhe ne shqiptarë ndonjëherë kemi pak të vështirë të përtypim ligjin, ndoshta nuk e kemi shumë frikë dhe kur na kërkojnë ta respektojmë, na duket ndonjë çudi e madhe. Tani, si ka ndryshuar roli i policisë në gjithë këto vite, Krenar Ahmeti, nga momenti që ju jeni shkëputur dhe kur shikoni polici sot në 2026? Shiko, kur je brenda një institucioni, nga njëherë të duket sikur ata që flasin jashtë të sulmojnë. Por tani, kur jam jashtë, është një lloj sikur ti je shef, je jashtë ashensorit dhe je shef në dimensione të tjera, si ecën, si shkon, pra, domethënë ka këndvështrimi, quhet këndvështrimi. Por duke qenë se i kemi dhënë rinin policisë, ne akoma jetojmë. Pra ta heqi dyshimin në njëri që shpresojmë për mu kthy, nuk du mu kthy, por kemi detyrimin moral, ky vend sa ka dhënë për neve, me thanë edhe ne me opinionin tonë, në mbështetje të forcave të rendit, në mbështetje të institucioneve që mbikëqyrin zbatimin e ligjit. Duhet ta themi edhe ne opinionin tonë, sepse jemi shkollu, formu me taksat e këtij veni, nuk ke përsysh. Dhe ndjej si detyrim moral nga njëherë pra që të dalë edhe të flas, edhe të them opinionin tim, që është krejtësisht i imi, mbi atë çfarë sheh? Mbi një përvojë rreth 20 vjeçare në policinë e shtetit, edhe me një shkollim vetëm në drejtimin e elementeve të sigurisë, pra shkollë vetëm për siguri rreth 9 vjet. Më mirë do isha bërë kardiolog me 6 vjet, se sa 9 vite në siguri. Pra do të them, pra imagjinoni se sa përvojë është brenda. Ju thatë që nuk do donit për kurreshtin e publikut, nuk do t'i ktheheshit sërish të policisë së shtetit. Cilat janë arsyet? Ju trem diçka, shikoni diçka që nuk funksionon? Kështu si e kanë bërë, i them, kështu si e kanë bërë, a themi është Sken Krimi, le ta kuptojnë ata. Faleminderit shumë ata që kanë firmos hikjen time nga policia e shtetit. Se po e shef vetë opinioni, po e shef se si e kanë katandis këtë institucion. Çfarë ka ndodhur? Dhe çfarë shikon ti ndryshe, pra si ndryshoi ky roli i policisë nga të qenurit? Roli është një lloj. Çështja është si këta e kanë përdorur policinë. Policia është përdorur. Policia është një institucion me 12.000 burra, e gra, vajza, e djemë të ri, pra është institucioni, është armat e vërtet. Ne, sa shtet jemi, me 12.000 punonjës policie që kemi, po të duan hiqe spakun, s'ka rëndësi spaku. Policia në bazë të ligjit, në bazë të strukturës, e ka krejt kapacitetin ta godas krimin deri në zemër. Organika e policisë së shtetit është fantastike. Pikërisht pra, unë ne po themi për strukturë, ana formale, kurse çështja është në qoftë se generali shkon edhe e merr vesh rrushi, ushtarët i hynë me rrajnë krejt vreshtit. Kjo ka ndodhur, pra ti je bindën sepse ne kemi edhe shokët tanë, kemi edhe kolegët, kemi edhe policë në terren, kemi që bisedojmë çfarë ndodh. Ke parasysh, për shembull, është një
një djalë i një kolegu tim, që punon në një X vend, edhe e thotë, unë kthehem, thotë, me 100.000 lekë në ditë. Shpi. Pa. Po ku i merre? Do t'ja marrë një të varfë, se s'ja merë të kalibrit të agazit, tani. A ke përsysh, të kalibrit të agazit bënë sikur nuk e shef. Pra kjo ndodh. Pse ndodh? Sepse punojnë si policisë, nëse ka 600.000 lekë rrogën, nuk e mandon familjen. Është kaq e thjeshtë. Unë kisha pyetje domethënë veshja e policisë, vetëm shifi veshjen e policit. Shifi pajisjet që kanë. Nuk është polici vetëm makina, përbile me mënyrën që si e kanë bërë tani, ose qa trafiku, qa ngarkese ka, është më mirë patrullat në këmbë. Mos me lëviz fare me makinë, se sa rin dot. Por veshja e policit me pas Kosova më mirë se sa ne, sepse atje nuk vjedhin. Këtu kanë vjedhur, a doli që është një kapele, 360 high-tech. A doli, ore do flas derisa të më thahet pështyma për këto gjëra. A del kryeministri vendit tim dhe thot 700 tenxhere tek këtij veni. Njëra nga tenxheret, faleminderit që ma dhe, jam unë. Edhe do flas nga fillimi deri në fund. Sepse policinë të dashur të vendit tim e kanë sjellë në këtë ditë. Duke filluar që nga slogani policia që duam, jo, policia e ligjit. Tjetë kush tjetë, sepse këtu policinë kujtojnë se e bën krenari, e bën Y-i, jo. Policia nuk duhet të rrotullohet brenda rreth një individi. Policia është institucioni. Institucioni duhet të jetë në çdo moment në kapacitetin që të kryejë detyrën e vet funksionale. Kaq. Nëse do të arrihet kjo, ne kemi arritur, domethënë do të fillojmë. T'ja them thjesht. Nëse ndodh një ngatërres, unë do t'i bi telefonit e them o vllajt, merre leshin, merre prengen, merre frokun, merre edhe krenarin, merre edhe vllajin e krenarit edhe hajde se do ta zgjidhim. Po ta marrë telefonin edhe t'i bi telefonit policisë. Edhe thotë policia kam këtë gjë dhe policia direkt filloi procedimin. Dhe atëherë ne kemi filluar me u bë shtet tamam. Çfarë ndodh? Nuk vjen policia, por refuzojmë ne ta marrin telefon. Edhe refuzojnë njerëz. Po krijohet, shiko, siguria është gjendje. Mund të jetë edhe me parametra statistikor që unë po të dush të gënjej tër ditën. Okej. Me të. Por siguria është edhe gjendje. Mënyra, por çka ka ndodhur për mendimin tim? Shiko, policia si organ është pjesë e zinxhirit të drejtësisë. Sepse janë receptorët, ti kush ka me e ba kallëzimin fillim? Te policia, ose te prokuroria, po, është receptori i parë. Nëse receptori ka një fluks të jashtëzakonshëm kallëzimesh dhe ai një nuk ta merr kallëzimin, dy nuk e transmeton kallëzimin. Pse? Sepse duke qenë brenda zinxhirit, a themi që janë 200.000 dosje të papunime te drejtësia. Nëse policia është politik, pra është politik nga sipër që mundohuni sa më tepër mos merrni kallëzime. Duke mos marrë kallëzime, çfarë ndodh? Qytetari që ka hall, që përplaset tek policia, nuk i merr kallëzimin, nuk ja zgjidh, sepse edhe po e mori kallëzimin, do shkojë në një rrugë shumë të gjatë, në një kalvar. Çështja, pra, ndaj çështjet e veprave penale me veprat me shkeljet administrative. Shkeljet administrative i bën shpejt e shpejt policia, kurse veprat penale, kur një qytetar bën një kallëzim, pra ato ndahen në dy, në kundravajtje penale dhe në krime. Kundravajtje penale dhe krimet, nëse policia do punonte, imagjinoj një autokomban që është duke korrë, sjell hedri, po nuk po e shi kjo pjesa tjetër, sepse është gjykata, mas gjykatës vjen apeli, mas apelit vjen gjykata e lartë. Nëse janë mbledh shumë dosje dhe nuk ka çmë, atëherë këta policia ndalon me politikë të caktuar të marrë kallëzimet. Ndalimi i marrjes kallëzimeve sjell mos përpunim të çështjeve të kriminalitetit. Atëherë sjell edhe fillo pazari. Fillon pazari. Po pazari, domethënë, hajtë të zgjidhim në forma të tjera, hajtë ta zgjidhim dhe është mundësi e jashtëzakonshme e punojësve që janë të ekspozuar përpara këtyre gjëra për me i zgjidh në mënyrë korruptive çështjet. A e kuptove? Do duhet punojnë në këtë kohë?
Ja. Të lloj kohë që po thuaj që është mundësiar. Shiko, për vendin tim, unë jam oficer në betim, pavarësisht se e ke përsëri çdo sekond për vendin tim, unë e bëj edhe unë detyrë. Pse mendon ndryshe Aneti? Po jo, si mund të punoj unë kur unë shikoj si një vend ku drejtuesi i parë ja e ka rrogën 1500 euro, se ka radhë euro tash. E ke përsëri ka shkuar në pikjat. E pa i qym 1500. Me 1500 euro në Tiranë nuk e mban dot familjen. Në 1500 euro minimumi unë që të mbahem vetë si person, me minimum në mundshëm duhen 600 euro. Me 600 euro, po 3 fëmijë vetëm sa euro duhen, po këtë familja me e majt, pra atëhere unë ti jesh i bindur që nuk e majt dot familjen, do të vjedh. Do vjedh në një formë ose në një formë tjetër. Do gjendet hapësira. Po pra bricole thot francezi. Ne provojmë allizhverishe këtu të kësaj natyre. Po pikërisht pra atëhere zgjidhja numër 1 për mendimin tim të një institucioni, jo vetëm policisë, çdo lloj institucioni, është që funksionari të ketë minimumin optimal, që të jetojë si normal. Qofse nuk i ka këto, çdo herë do të jetë i ekspozuar përpara shumave që i duhet për me mbjetu. Ne kemi parë vitin e kaluar kanë dalë një sër dosjesh, le të themi ku dolën zyrtar të caktuar, jo vetëm, por vjet patën le të themi në 2025 patën dhe ato goditjet u përmendën edhe shpesh nëpër media që skajsesi dhe Encrochat i nxori me lidhjet e tyre me grupe të ndryshme kriminale. Dhe ne këtu duhet jemi edhe me audiencën të qartë që bëhet fjalë për janë 12.000 e kusur forca policore ku janë, siç e tha edhe shef Ahmeti, janë burra dhe gra të cilët kanë për kushtim, por sigurisht brenda tyre ka edhe element caktuar cilët duan të këpusin atë të rrushit, pra atë gjethen apo një, le të themi, një vesh rrush. Tani çfarë i ka shtyr këta personazh, cilët kanë, le të themi, kanë pasur dhe funksione ndoshta të larta drejtuese në zyrtar të policisë së shtetit, të përfshihen dhe të ndërtojnë marrëdhënie me grupe të tilla kriminale, dhe çfarë mesazhi merr ai tjetër që është vardhës i tij? Shiko, ti je i bindur që vardhësve nuk ju shpëton dot se çfarë bën shefi. Nuk ka shans të Nuk ka shans. Ata sepse janë vetë të profesionit. Ke përsysh? Nuk kanë shanse. Pra, në momentin që brenda po e quajmë një entitetit vogël të policisë, merret çdo lloj strukture. Po e mori vesh që efektivi që shefi është ka hedh grepin të mush xhepin, ti je i bindur që edhe këta do fillojnë të njëjtën gjë. Okej. Ke prezent. Dhe kjo fillon edhe në mënyrë kapilare. Dhe bë zinxhir pastaj thua. Zinxhir. Kjo bëhet edhe në mënyrë kapilare. Domethënë sepse si të jetë me atë mendje shefi, policia do t'i nxjerrë për detyra të tjera, jo për detyrën që i ka ngarku ligji dhe shteti. Shikon, nuk do ta nxjij. Me 2-3 që kanë arrit në i kap dhe të dokumentuar. Kjo do të thotë që është krejt policia. Pikërisht këtë duhet të sqarojmë për publikun. Por unë jam këtë. Kocka e policisë shtetit është e shëndosh. Dhe jam i bindur për këtë. Pse e them është shumë e shëndosh. Në qoftë se do viheshin shefat e sakt në përvendet e tyre, personat e sakt, ti je i bindur që kjo armat që është mbrapa, do t'ja nxirrte ujtin e zi, do t'ja kalote spakut e do t'a furnizote spakun edhe me shumë element tjerë. Shiko, organizata brenda, njerëzit e mirë, njerëzit që e duan këtë vend, njerëzit që kanë sakrifikuar për këtë profesion, me i lanë me e ba punën, ja kalojnë spakut edhe një 10 spakëve tjerë. Për policisë, për atë që e njohun, sepse u janë të ngarkuar psikologjikisht. Sot personat të cilët janë me tendenca kriminale ndikojnë mbi punonjësin e policisë. Nëse punonjësi i policisë e merr me një procedurë të thjeshtë, dhe në këtë moment shefi e merr në telefon dhe ja ndryshon procedurën, i jep urdhër që ta bëjë ndryshe, është ngarkesë për punonjësin e policisë. Vitin e kaluar dikush u hodh pati tentative vrasje. E njohë, e kam pas varëzë dhe inxhinierët dhe personat më korrekt absolut që unë kam njohë, kam punu rreth 5 vjet me te. Asbiun. E përshëndes në qoftë se do të. Asbiun e njoh një lloj informacioni që pati presione nga drejtues të ndryshëm, qoftë nga policia, nga prokuroria. Tash ti, a ka pas as ka pas presion? Po takosha me tani hym profesion se unë jam psikolog. Po ti isha ul me bisedu me te, unë do ta kisha marrë vesh në tërësi, por Asbiu si person po e marr
marrim si etalon. Etalon, okay. Ka qenë një ndër inxhinierat më preciz, një ndër inxhinierët, ai ishte të tipi gati kishte shku edhe tek rutina e përditshme, vetëm letrat e veta, ti ishte i sakt, pra kishte në thojza atë frikën e ligjit që unë duhet jem i sakt në shumë gjëra. Për bile, kam edhe një situatë personale me te. E kisha marrë në vendngjarje prokurorin, sepse ashtu ishte një situatë që duhet ishte patjetër prokurori, dhe i thash, kjo është situata nga fillimi deri në fund. Tani ky do të ta bënte procedurën ashtu siç ishte mësuar, gjithmonë që të ishte në rregull me ligjin. Me ligjin ishte edhe sepse prokurori drejton hetimet. Dhe i thash, ti do ta bësh në bazë, do ta bësh në bazë të urdhrit që dha prokurori. Ata është grupi të morë që drejton. Sepse unë si shef, komisariati shof, janë bë procedurat në rregull, jam në rregull me ty, me të, edhe në këtë formë, po të eci, në këtë formë, situata, tani do t'ju tregoj edhe një anekdotë, që ta kuptojnë shumë mirë. Në një vend ku unë jam shkollu, më tregonte shefi i krimit organizum të atij qyteti. Shefi i krimit, ai qytet ishte sa Hollanda. Okej. Me popullsi, me shtrirje, me të gjitha, dhe ishte një polic qarkullimi, ishte vënë njërit mbrapa, për jetë vdekje, o do t'ja merrte diçka o s'ka. Fiksit. I 5 eurosh pa e qy. Edhe, një ditë bukur i thot, hape pa krahun, ky e dinte, edhe ishte gjithmonë në rregull. Në një moment i thot, nxjerrë pak kutinë nximës shpejt e nxorri. Aty ka një ujë oksigjenum, ajo ka një vrim që mbas një skadence automatikisht hapet që ti ta ndrosh, që ti jetë mrena parametrave. I kontrolloi gjitha, e kishte gjithçka, nuk arrinte dot më në fund i tha, shiko tha, a ke kasetofon në makinë? Kam. Fute tha i kaset, tha, unë do ta hedh i valle, ma jep atë 5 euro se kam bë beshe, do të ta marr. Pra, në jetën e përditshme, pra, pavarësisht se struktura mund jetë, ndodhin gjëra të tilla. E qartë. Ke parasysh, por të çohet shefi, ai që drejton një efektiv dhe të arrit deri në këto pika, që të lidhet me krimin, të nxjerrë njerëzit në prit. Radakja ime nuk e rregull, pra, atëherë ndalim në përfundimin, është për zgjedhja. Pra, e kam ullë pak, po i lej termat juridike, po flasim kam kryq. Du të flasim tamam kam kryq. Na kuptoj dhe audiencët, t'ja themi... Sepse, për një arsye, skena e krimit është e shenjtë. Ti çdo gjë që identifikon, ti duhet patjetër quhet ngritja e provës. Kjo provë është e shenjtë. E shenjtë. Trajtohet si e tillë. Të trajtohet. Për shembull, unë si punonjës policie, unë i them vetes punonjës, nuk i them vetes shef policie, punonjës policie. Kur shoh ku te skena e krimit hyn me kuçe me maç, unë them këta e zgarraviten. Shkena e krimit është, domethënë ti i ke rënë në qafë procedurës, i ke rënë në qafë qytetarit, sepse ti do ta kontaminosh, pra është e shenjtë. Unë e shoh policinë ç'a niveli është, kur shef ti si e trajton skenën e krimit. Po e trajtoj skenën e krimit mrena parametrave procedurial dhe ta rush si diçka shumë të shenjtë, do thotë që ti je polici, se policia ka. Në momentin që fillon e shkruan, shteti është shkresa. Po u shkrujt, po u dokumentu, prit se do vi një moment i caktuar që ai do të përballet me ligjin ai që ka bërë shkelje. Po mirë, meqense unë dalë tek skena e krimit dhe ti mua më çon tek një pyetje tjetër, Ahmeti më çon tek pyetja, ku po çalon policia shtetin në zbardhjen e ngjarjeve kriminale? Është krijuar le të themi një skem e ngjashme e atentateve mafioze, me ato makina që digjen, 2 armë brenda, 3, edhe nuk shkojnë dot. Mund gjendet vetëm kush është personi i cili ka shitur apo ka bler makinën, po këtu na ngele gjithë gjëja. Janë një seri ngjarjesh vitin e kaluar dhe ndoshta kulmoj me Rinasin. Me ngjarjen e Rinas. Tani, ti ke qenë një pjesëtar i forcave speciale, ti e njeh teknikën e hetimit, e kupton se çfarë është një sken krimi, ndoshta shumë më shumë se që mund ta mendojnë tjerët që e njohin. Shiko, krimi, investigimi i krimit është shumë kompleks. Është si kërkim shkencor. Më përmende, do kaloj në planin emotiv tani se sa në planin teknik. Po të dojë policia për 10 ditë i zbardhë. Ti jesh i bindur.
Edhe atë të rinasit? Jashtëzakonisht. Regjia, nëse mundesh në një pamje, po e patët aty? Jashtëzakonisht, jam shumë i bindur. Jam shumë i bindur. Sepse nga vetë skena gjitha tjerë... Ndoshta nuk e ka regjia për momentin, por kjo është tjetër moment. A i shef këta? Po i shoh këta burrat. Këta të sistemojnë me dhomë guzhinë, domethënë, po vetëm t'i lejnë. Edhe këta, ke përsysh, pa i paragjiku, rendi. Pa pikërisht pra. Por jo duke u mbledh si pulat te misri. Edhe pak teknik, taktika. Pra i ka shumë gjëra që duhen korrigjuar. Janë forcat e ndërhyrjes shpejtë, FNSH-i, këto janë shqiponjat, por fugoni. Çfarë si ka? Po, FNSH-i. Tani, kanë aftësi këta? Jashtëzakonisht. Kena polici shumë të fuqishme, më besoni që kemi polici, megjithatë populli do ta di që ka një polici të shëndetshme. Por si peshku qelbet nga koka. Si ka mundësi, domethënë që mund të ketë drejtues që nuk din shqip. Merri më në diktim. A do me ba reform? Merri, kush do me marrë këtë detyrë, vetëm gjanë më të thjeshtë, diktim, a din të shkruaj shqip? Korrelacioni jashtëzakonshëm, një njeri që din të shkruaj shqip, merr diktim në thirr. Ti ke qenë i vogël, ne kemi pa bërë diktim kur ishim të vegjël. Në shkollë. Po në shkollë. Mësuesja diktonte, edhe në fund na vënë notën si dim ne të shkruajmë. Ashtu mësuam shqip. Pra nëse këta njerëz din të shkruajnë shqip, do të thotë që këta njerëz kanë lexuar 2 libra. Këta njerëz i kanë 2 rrudha në tru. Jo me katapult ka ardhur dhe është ba shef. Ç'mund të zbuloj këtu kur është vetëm një kamerë sigurie dhe është gjetur një... Po nuk është vetëm kjo kamera, kjo është kamera e hotelit. Kamera hotelit. Po, kamera e hotelit është ka kap një kamera tjetër, atje po të merret ka algoritme diku ne ka kap atë mënyrën e ecjes, është kamera. Pra domethënë, mos i hym këtë gjë se do thonë pastaj je partizan i diellës. Se diella Jo, është një program shumë i mirë, kam përshtypjen Amped nuk e di se si quhet programi policisë që bën spektakël kur ka një pamje. Pikërisht. Por është e instaluar kjo. E kam blerë sepse kam parë tendrat kur është bërë dhe programi. Është publike ajo si gjë. I dashur pra, domethënë policia po të doj, i ka të gjitha gjërat në dorë me nxjerr, pra, por kush e di se si është situata, s'duhet të flas për këtë gjë. Ke parasysh pse u zgjidh situata e Elbasanit. Hyn me rraj, ku don e zgjidhin, kur s'duan ta zgjidhin. Nuk duan, po thua. Kjo është që nuk duan të zbardhin gjërat. Nuk duan. Të paktën, i herë te 70% shi gjithë ngjarjeve patjetër duhet se janë disa ngjarje shumë të rënda, të cilat nuk janë zgjidhur. Nuk duan. Atëherë ku është pengesa? Nëpër procedura, tani e din vetë sepse s'duhet t'i hyj këtyre gjërave. Ti je i bindur që brenda strukturave pra bëhet analizë. Ko ta bëj një pyetje, si ka mundësi që asnjë funksionar i policisë nuk del të prononcohet? Duhet dali patjetër, më t'i japi zemrën edhe venit, edhe mund të kesh vështirësi me e zgjidh. Po i tregon deri në çfarë pike kena ardhur. Jo duke ose të paktën ti thot komunitetit që ne jemi në kamp, ne po punojmë. Ke parasysh? Pikërisht pra. Mba thuj ti një punojnë ora kur kemi qenë shef komisariati na nxirrin një herë në javë, na nxirrin në terren me gazetarë. Me gazetarët, ne merrshim gazetarët në makinë. Po. Shive si po veprojmë. Kam bërë nga ato kronikat. Po pra. Kam shkuar vetëm çdo hap duhet patjetër. Po çfarë mesazhi pozitiv ishte ai? Jo, ora e ke alat policia i dashur në Francë, në Akademinë Franceze, 70% e këtë lëndëve ishte marrëdhënie me publikun. Ti nesër do jesh një shef policie dhe ke publikun dhe ke si do ke parasysh publikut, ke median publikun, një ndërthurje, një gërshetim i jashtëzakonshëm nëse ti si punonjës policie nuk e ke aleat median, ti ke humbur vlla. Media me të gjithë këta armat që ka, për shembull mua bëhet zemra mal kur shoh janë bërë disa gazetarë specialistë, sa ka një herë filloi edhe kujtoi edhe unë leksionet e mia të jashtëzakonshëm për analizën e krimit. Kanë hyrë kriminologji, kanë hyrë penologji, një gjë që bëri skajsisin, ma beso. Po, kanë hyrë në penologji, thash kanë hyrë në kodin e procedurës e njohin mirë, në prononcime të gjithë. Po si ka mundësi që dalin, i kam pa disa prononcime tek tuk, punojnë get, duhet patjetër. Ne na bënin provim me kamerën përpara.
merrte temën, provimi ishte si do përgjigjesh ti për një situatë në një skenë krimi. Ka ndodhur, jemi në situatë krize, je shefi policisë, do të sqarosh komunitetin sepse i bën ai parametrat. Ç'a thamë më përpara? Siguria është gjendje. Gjendje, po. Situata mund të jetë vështirë, edhe pra ti je besim, pra policia e shkëputur nga komuniteti është e humbur. Komuniteti o edhe teknologjinë veni 20 diella ti në çdo cep. Nëse komuniteti nuk të mbështet, ti je i bindur që policia s'ka çfarë të bëjë. Do të bëj një pyetje, Ahmeti, për sa i përket rolit të Ministrisë Brendshme dhe Policisë së Shtetit. Policia e Shtetit është një organizatë e cila në një farë forme ka varësinë nga Ministria e Brendshme. Do të sqaroj politikat ajo. A ke parasysh, duhet me nda katërcipërisht. Sepse ministria, pra në bazë ligjit polici, drejtori i policisë së shtetit, si institucion, është i plot fuqishëm. Pra, ai ka të drejtat, ja njeh ligji me dhanë 10.000 burra në veprim me një lëvizje. Edhe shife ti pasaj se ç'a bëhet. Ka shumë fuqi ka sot për shembull Ilir Prodha? Patjetër. Ja jep ligji fuqinë. Çështja është se mund ta vërtet gjithë Shqipërinë në lëvizje. Mjafton vetëm me një urdhër. Patjetër më ja njeh ligji. Pra, flas në shërbim sigurisë, ë? Po pikërisht shërbim sigurisë, pra, siguria publike është për tokë në Shqipëri. Ti është i bindur është për tokë. E ndjen çdo qytetar që janë një shmëndur dritat mrapa, një që parakalon gabim, një që pris shqetësinë, po në çdo cep është duke u pi hashash, në çdo cep. Modeling, a di që është modelingu? Qa modeli ne po i japim rinis? Te cepi, ai me hashashin, ai tjetri, ke parasysh, sepse shko, unë kam shumë vite, nuk kam një job ta kem, domethënë, dhe jam nga ata shoferë që përpiqen të jem shumë i kujdesshëm, se mësojmë dhe nga gabimet, du të thënë dhe kjo. Për shumë vite nuk kam asnjë job, jam përpjekur të jem korrekt, me ritme të gjitha. Me radhë e bëj shpesh Tiranë-Durrës. Pothuajse më shkon edhe çdo ditë. Ti ke drejtuar për disa kohë policinë rrugore. Dhe do ta kujtojmë, kush të kujton për imazhin, për ligjin. Unë të thash ta thash dhe në hyrjet e emisionit, mënyra se si njerëzit të perceptojnë kur ti kërkon zbatimin e ligjit, ne nuk e përtypim dot. Në parantezë. Pikërisht diku këtu përballë ku jemi ju, në autostradë. Në 11 të natës kam ndaluar një doktor shumë të rëndësishëm me familjen e vet, ishte tap. Janë detyrë e kam marr taksi me forcë. Doktorin, kam marrë fëmijët i kam çuar atje, edhe doktorin dhe gjithë, pas kësht njeriu i kolegu tim. Edhe ai erdhi më tha, jo po pse, o ti zotëri thash. A imagjinon do ti ta leja në rrugë dhe të më ndodh të gjë me doktorin? Herë ne humni një doktor, humni një baba, humni një fëmijë. Unë me çdo lloj forme unë do ta mor, unë e mora në mbrojtje. Pra një njeri të pirë që kishte kaluar pra e mora në mbrojtje. Pra kjo nuk është vetëm se i morëm patentën, po e morëm me makinë policisë e çum në shtëpi. Pra shpëtua tjetër. Pa imagjinon dot pra familjen, doktorin, pra këtë do të veproj policia në momentin që nuhat që siguria publike kjo është. Edhe e morëm atë në mbrojtje, edhe dikë tjetër ne kena mbrojtë sepse ky mund ta përplaste. Ke parasysh? Pra, po flas për një doktor, po ashtu do të veprojmë edhe për një moderator, edhe për një njerëz thjesht për të gjitha. Pra, gjithçka duhet të jetë në filtrin, pra këtë tipa që prishin sigurinë publike, që e kërcënojnë sigurinë publike, duhet patjetër të procedojnë më njëherë. Po tani çfarë ka ndodhur? Unë po të marr rast, domethënë, nëse ka diçka që signifikon më qartazi agresivitetin e shoferëve shqiptarësh autostradë Tiranë-Durrës. Dhe në qoftë se ti je duke ecur tabelash 90, ti mund të jesh me 110 aty po ecën, ndoshta deri 108 mund përmbaj që ti shpëton radarit, to duhet parë si kanë graduar atë. Të vjen nga mbrapa, më thënë sa nuk të merr para, dhe ti nuk, çfarë ndodh? Ti nuk gjen dot dhe kohë fizike që ti përgjigjesh sinjalit atij për të hapur krahun. Pikërisht pra. Tani çfarë shkaktoi këtë agresivitet? Un kam frikë. Un përpiqem të jem shofer, po kam frikë. Ka një korrelacion. Këta janë tipat të cilët nuk e kanë bler makinën me lekë të veta. Këta janë tipat që janë makina shumë të shtrejta. Pra tregon supermacin, fuqin, ke parasysh.
Në përgjithësi kam pa, zakonisht janë me xhamatzi, pastaj është edhe një korrelacion tjetër që ky tipi kur hyn në këtë lloj makine i duket vetja që gjithë tjerët i duken milingona. Po. Pikërisht pra, domethënë kanë një problem se tani duhet të fillojnë të shkakton këtë gjendje, se o dakord. Këtë gjendje e shkakton mbikëqyrësi. Mbikëqyrësi është policia rrugore. Policia rrugore domethënë i ka të identifikuar, i njohin. Policia rrugore është një ndër, si më thanë, krahat më të rëndësishëm të policisë kriminale po duan ta shfrytëzojnë. Policia rrugore njeh gjithë, kanë njeh targat, njeh. Ke parasysh? Po, është e vërtetë. Pra pikërisht pra këta. Pra, unë po them, ja, t'ja bëj një pyetje audiencë. Kolegëve, po. Sa informacione SK1, SK2 kanë ba policit rrugor? Se po ta bën ata informacioni, ke informacione saktë, ata e din. To SK1, SK2 janë nivele janë procedura, po. Fund, pra, kaq e thjeshtë është. Pra, a e ke futi strukturën tënde në punë? Struktura është në rrugë, është policë i shtetit, pastaj është policë rrugor. Ai është të gjitha, ai është më shumë se Po pikërisht, pra, leren, më them rruga, ata i njohin gjithë. Ke parasysh pra, sepse kemi ul pak nivelin që të flasim këtë thjesht edhe komunitetit na kuptojë. Për agresivitetin që thua, kjo zgjidhet shumë shpejt. Nëse policia rrugore identifikon këta tipa, bëjnë ata, se shumë mirë kanë bërë që i kanë dyfishu gjobat, dhe prap këto tipa vazhdojnë. Pse? Sepse ti je i bindur që ata e dinë që policia nuk e ka me gjithmend. Se po ta ketë policia me gjithmend, këta i sistemon me dhomë e guzhinë edhe ti i shef ma ai nezin Madrida. Sa sjellje agresive. Është sjellje agresive në trafik. Një sekond, ka nenet veçanta sjellje agresive në trafik. Po. Mirë, unë e ti që kemi pak taftë edhe mund shman. Po menaxhojmë. Po një zonjur që nuk e ka atë reagim, atë mobilitet, nuk e ka atë motorik, si që mund ta ketë. Pra, se është dhe biologjika jo. Po pikërisht pra, mund t'jetë një plaku, i hum reflekset, ke përse në rrugën e vetë, në korsinë e vetë, tjetëri i bën presion. Pra, i kupton, shiko, në një aksident, mund të ndodhin shumë probleme, është më mirë tjetëri me gjujt në kalash, edhe ndoshta shpëton, kurse aksidenti është të mërësisht, mas herë shpejtësi të bën salcë brenda. A më kupton? Ne e qartë. Le pasaj me t'lan gjys. Me t'lan gjys, në më thënë imagjinoje, se s'ke me qenë krye familjar, edhe do mash edhe familjen ke marrë në qafë edhe 4 tjerë, sepse mund t'jeti i vetmi që sjell të ardhura në shtëpi. Siguri, a e imagjinon do të sa e rëndësishme është kjo siguri publike? Unë, për shembull, tensionohem sa herë e bëj shpesh Tiranë-Rinas, Tiranë-Durrës, shpesh. Mund ta bëj 2-3 herë në ditë për arsye të punës mia private. Ti je i bindur që me 20-30 herë janë përjetësisht mja u heq patentat. Në mënyrën se si sillen. Pikërisht për këta flasës. Unë e bëj shpesh po thjesht për ditë. Po sa patrulla janë rrugë, pse nuk veprojnë? Veprojnë. Hajde, një minutë, sa makina civile. Sken krimi, a do ta bëjmë një ditë sken krimi, merre kameran, hypin makinë, ti identifikojnë bashkë. Nga ajat e zhëja. E them, ja ku është edhe policia, ja ku është edhe ai që shkon i qetë te shtëpia. Pse? Pse ndodh? Pse ndodh kjo gjë? Sepse ka tolerancë. Sa kohë do duhej Krenar Ahmeti, nëse sot do kishe spaletat e shefit policisë rrugore për të ma sjell këtë situatë në normalitet. Por sa të filloj me titra, filloj poshtë, u vendos prap shefi i qarkullimit, filloj me titra, fillon bie kurba. Sepse komuniteti do ta di, pra, unë që i horra ata që i bëjnë presion njëri tjetrit edhe një nezin, janë horra. Nuk janë njerëz normal ata. Se hym në një diçka tjetër. Jo, unë rrugore unë e kisha. Pra këta duhen sistemu me dhomë me guzhinë, balkonin ma vonë, kur të ketë fonde qeveria. Si mundën me u sjell në këtë formë? Se janë pikërisht këta tipa. E bëjmë edhe këtë. Hajtë shohim, njekim 2-3 makina, si sillen në trafikun tonë, sa të kalojnë në Malzi, si sillen, në rresht, se nuk njohin kanë. Do t'i bin, po, nuk e çajnë dot andej. I dashur mi binin mu telefonit. Alo, shefi foli pak ti. E mesha policin i thesha, nëse ti nuk e ke proceduar atë që të dha telefonin, ti mos u kthema në komisariat. Me procedurë siç e ka ligji. Se unë për edukat, se ai mund të ketë një hall tjetër. Alo, shef, e ke përgjigje, mund të ketë një të smur. Përgjigje, po. Po, automatikisht mund të ketë një të smur, unë do t'i hap rrugën atij, mund të ketë një, ke përgjigje, veprimin do ta bëj unë.
Po për çam na lënë dy se ti ke ecë me shpejtësi, jep gaz si kamikaz, edhe unë ti them policit, jo mos se kjo është vilja e rrushit. Nëse unë them një herë ty si punonjës policie, mos e procedo këtë, atëherë unë jam me të vënë ty në punë, nuk jam me. Kjo ka ndodhur pra. Kjo ka ndodhur që policia është barka sot. Se shefi nuk kërkon të punonjësi policisë të zbatoj ligjin. Po të jetë i një anshëm. Qko pjesë e policisë është një strukturë dhe po ta shohësh janë ndruar vetëm disa emra. Unë nuk do të ndalesha tek emrat. Më thot drejtorët e përgjithshëm janë ndruar disa herë, disa me dorëheqje, disa me dorëheqje të detyruar, do ta themi edhe këtë. Por edhe pjesë e departamenteve kryesore. Janë pothuajse të njëjtët emra që qarkullojnë. Dhe janë emra të cilët realisht ndoshta edhe mund kishin hapur krahun për figura të reja. Ky është mendim shumë personal që po them. Dhe çfarë ndodh? Përse le të themi riciklohen të njëjtat emra në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, e para kjo, dhe e dyta, gjithmonë shohim rrokat në policinë e shtetit, nga Lezhë në Vlorë, nga Vlora në Shkodër, nga Shkodra në Korçë dhe vend numëro. Tani si do ta, çfarë është kjo? Kjo procedura normale që brenda një institucioni. Rrokatat zakonisht bëhen që në thojza mos të familiarizohen me komunitetin. Me komunitetin. Por rrokatat bëhen edhe nga presioni se, shiko, unë du Lezhën se te Lezhë kam lidhjet e mia, ky tjetri do këtë, ose një grup i caktuar kërkon atë këtu. Pra kërkojnë grupe të caktuara. Po logjike. Pra lobojnë. Lobimi, influenca. Pra, jo me meritokraci, unë të thash, do me ndru kokat, po, merri në diktim. E kam seriozisht këtë që po them. Sepse unë kam qenë gjenerata e parë që kemi marru jashtë shtetit, nga 10 vjet që ishim ne, 8 nuk dinin shqip. Po, nuk dinin shqip. 8 nuk dinin shqip, pra sepse unë i shifsha kur mësonin turqishten, kur mësonin turqisht nuk dinin mënyrat dhe kohët e foljes. Kjo do të thotë, pra, a ke marru shkollën e mesme? Lutem, pra, si ka mundësi që ti të mësosh një gjuhë tjetër, kur ti nuk di strukturën e gjuhës nënës tënde, ose një gjuhë tjetër, se mund të jesh bilungë, mund të dish një gjuhës tjetër. Dhe unë i dija shumë mirë përfundimin. Dhe na çoi Zoti që njëri nga Teçja u bë drejtori i përgjithshëm. Ju e keni nxjerr. Kur unë thoja që ai nuk është drejtori i përgjithshëm, është shtrëmtor i përgjithshëm, është shtrëmtor, e çoi policinë deri në këtë gjendje. Edhe kur vje puna, a e pat letrën, se ju ja korrigju diktimin që shkruajti. Se këtë i hapi intervistat. E kam thënë përpara se të ndodhte kjo. Dhe kujtonin se unë kam një xhelozi, për bile shqyqyr që erdhi një i gjeneratës time dhe të bënde diçka. Qa bëri, kam balen i avunin fyt policisë. Nga aja të zhëja. Shiko, është një gjendje që vazhdoi? Më dëgjoj, një person i cili nuk bën dot ndryshimin e disiplinës me disiplinën taktike, nuk është polic. Ushtria ka disiplinë, është me kuadratume, kurse unë do të kem disiplinën taktike. Disiplina taktike është ti ke një detyrë. Në këto orë, ke përzyrë, pra, ndryshën duhet orë të tëra me të ta shpjegu. Vetëm kaq, pyte një drejtues, ma bëj ndryshimin, disiplinë me disiplinë taktike. Kaq e thjesht. Qofse ai din koncepte, ose teknik, taktik, strategji, të t'i thojt në mënyrën kronologjike se si ndërthuren me njëra tjetrën. Nëse ti thot, jepi viston, jepi drejtimin, të drejtoj. Nëse këto tre gjana, kaq thjesht bëhen testet. Nuk bëhen testet raketat, sot është mosha elektronit, me i touch i zgjidh shumë probleme. Çështja është ti si e koncepton. Ti nuk ke sot ore ma gjeni më një të dali. Pse qeveria, institucioni nuk i nxjerr shefat e policisë të komunikojnë në mediat? Pse? Ka arsye. Po arsyeja është se i centralizon. 1, 2, këta kanë vetë frikë, nuk prononcohen, si mos më prononcu për një çështje? Duhet komunikosh me komunitetin. Po unë kam qenë i suksesshëm sepse
me mediat isha... Po. Dhe media më ka mbrojt. Në momentet ku më ditet më të zeza të mijat në punë, më kam shtet 4 media. E kam pas një armat. Vetëm për mua janë 360 artikuj mrena një jave. Pro meje. Thasha pas kam fitu luftën. Sinqerisht. Sepse ishte për një... Media është pushtetë dhe një marrëdhënie e mirë e cila është në shërbim të komunitetit. Patjetër. Unë kur flas, unë tani ke përgjithë, unë s'kam nevojë të protestoj për qeverinë, me dalë në shesh, edhe shkoj te llapaj. Unë në profilin që kam, unë i flas për 100.000 vetë që të paktën më kuptojnë, 10.000 le të më shajnë. Më shajnë sepse ata do pagoni gjobën te policia. Kam i kronikun që kam bërë dikur, më herët, ka disa vite, radarit fik derën. Dhe po ta kërkosh në YouTube, atë është një nga me 300-400.000 klikime. Pse? Sepse njerëzit e ndjenin frikë. Dhe unë çfarë bëra? Bërë një kronik, mora lejet e policia rrugore, kërkova një grup posaçëm nga operacionalja. Me atë vitje? Do të jetë diku te 2019, mos gaboj. Dhe bëjmë këtë xhirimin diku në Kavaj Rogozhin. Me atë radarin thash, fikeni radar ose njoftoni qendrën që këta që do filmojmë, mos i pajisim me gjoba se nuk ishte momenti pak i vështirë për t'i ndaluar me një patrull të dytë, sepse duhet të bërë kronika për mesazhin. Dhe i xhironin korale kur kalonin shpejtësinë nga 90 me 130, me 140, 125 e tjera me radhë, por ajo dha impakt. Dhe mua më vjen keq që sot gjëja nuk është më kjo lloj marrëdhënie që kemi pasur. Ora pse duhet të ketë kamera gazetare me punonjësin e policisë, edhe punonjësi i policisë, pra edhe komuniteti ta shohë sa vun polici. Ne bonim live, ngatroi qytetari me punonjësin e policisë. Live aty. Kishte kamera, po të xhiru, ke përsysh, kishim kamera. Pavarësisht se ne runim privatësinë të gjitha. Pra, runim privatësinë në ekstrem, sepse ajo është detyra kryesore, ruajtja e dhënave. Punonjësi i policisë futet në shtëpi, bën kontroll, ka përgjegjësi ai kur futet në ato ambiente. Nëse ti si shef i thua policit, "Hec bëj detyrën se më ke mua nga mbrapa." Jo, polici, ke ligji nga mbrapa. Se unë mund të jemi rrëshkit, ke ligjin. Ke ligjin. Edhe ligji është, ke këtë 1, 2, 3 detyra, pra ne shkruhen. Ke 1, 2, 3 detyra, dhe po pse kujteti se guxoja unë t'i theja unë polici, në formimin tim, liroje këtë ose merre këtë, katërcipërisht jo, kur në jetën time. Si mund ta bëj unë? Jo, e kisha në raport. Është ndikim i paligjshëm. Polici i trembet qytetarit të fortë në thonjza. Patjetër. Patjetër, se merr shefin dhe shefi e godet. Por nëse ti si shefi thua, se jam unë, jem me ligjin. Patjetër. Ja pret krati ati qytetarit fort. Këtë po them unë, pra, për 24 orë policia merr situatën në dorë. 24 orë. Pse kujtoti se si din, të gjitha i din. Nga aja te zhëja. Qa bën krenari, qa bën andi, të gjitha polici, kemi polici shumë të fortë. Ti je i bindur. Katërcipërisht. Pavarësisht se janë zhvesht, pavarësisht se janë të keq ushqyer, pavarësisht se janë të keq paguar, të keq trajtuar, të gjitha të këqijat ja kanë bërë policisë shkret, po prapë është e fuqishme. Po të duan të sistemojnë. Dhe mua më vjen mirë që të paktën jo, ta them atë që ndjej. Po jep mesazhin që realisht këtu vetëm për një lëvizje të vogël gjërat mund ndryshojnë për 24 orë. Nëse do duan të ndryshojnë. Patjetër, po jo... Ne kalojmë... Shiko, qeveria është e vjetër se vetë, që në kohën e Taos, e ka thënë, qeveria nuk është gjë tjetër, vetëm një grup njerëzish që merret me rregullimin e emrave. Pra gjeje... Shive çka ka ndodhur. Një kolegu imi në një moment, ishim të akademia në Shqipëri, sa kishim fillu edhe, ai një trup trekansh, gjithmonë, xhaketat, i kanë qenë ato xhaketat e vjetra e vishte, ati shkretit i griseshin gjithmonë këtu. Në një moment, një herë, filloi procedimi disiplinor, sa ati ishgri, fali, tha, o komandant, tha, ju doni njerëz, a do bani xhaketa si që keni njerëzit, apo doni njerëz si pas xhaketave t'juja. Se unë s'kam qa me vazë, më grisen gjithmonë. Pra, ashtu ka qenë, kështu do vazhdoj. Ose t'ju tregoj një moment tjetër, që ta kuptojmë, pra, nuk është vetëm tani. Pra, kjo është vazhdimsi që kur u ndryshu që në 93-shin që këtu u vendos mu ba akademi dhe shive se si e kanë bërë. Ishim në kursin e marrjes gradës. Po? Edhe unë kthehem, ika në 93-shin dhe më ra në
2013, pra sa vjet i bje, rreth 20 vjet mrapa. Kthehem në akademi, prap në ato banka. Edhe në një moment, po lexoja leksionin edhe thoshte, leksioni, 2 pika. Jo të parafrazum, që ti jesh një lider i mirë, ti duhet dëgjosh shumë mirë, sepse Allahu të ka dhënë ty 2 vesh edhe 2 sy. Pra, në leksionin që unë nesër do isha drejtues. Do drejtoja një drejtori, pra, leksioni që më vje mua, kurrikula, se si ishte. Biologji është qisa. Në një moment, në një moment vinë paria akademisë, po shifte kursi, ishim kursi i parë që do të kalonte për me marrë gradën hera e parë. Edhe nga këtë problemi, them unë kam qenë në 93-shin, më quan jashtë, erdha prap në 2012-2013, diçka tjetër i bie 20 vjet. Dhe unë thash të gjej në vendin tim laik një leksion të tillë. O më vun mua. U detyrova, shtrëngova fort për të provimi dhe kam marrë minimumin e mundshëm sa të kaloja. Pse? Sepse unë paraqita një problem shumë të madh. Kurrikulat. Kush i bën kurrikulat e këtij? Kurrikulat armata që do dali. Pra se do dali, ke parasysh, ti mund të kesh probleme tash ti. Okej, është një situatë emergjente dhe mund të kaloj. Po gjeneratat që po vinë. Qa shembulli, më thuj, cilin shembull ti modelingun? Ma thuj një komisar shqiptar që ti do t'i thush studentave. Nuk ke një, thua. Po ma gjej një. Ma gjej një me thanë, shive ku është shembulli. Nuk është shembull për mu një hero që ka ranë kryetëtyrës. Ai ka thënë jetën, duhet 10 fish, nëse kanë bën një fish deri tani 10 fish. Po nuk është shembull disa gjëra tjera. Modeli është në sakrifica tjera, sepse ka shumë që kanë dhënë jetën që kanë shkel procedurat standarde. Dhe kanë ngel të vrarë. Ka procedura standarde dhe shefa tashti që me për justifiku urdhat gabim që kanë dhënë i bëjnë heroj. Po, që të mbulojnë, ja pra, a shef pra si... Po zullumi pra, dhe më thënë se çështja është, zotri, ti e polici, do shkosh 10, do kthehesh 10. Ti si komandant, do japësh përgjegjësi, pse u vra policijat. A i ke ba procedura standarde? Si u fut në operacion polici? A e ka marrë trajnimin e caktuar polici? Pra, është sken krimi. Kjo që kanë bërë këta, dhe tani shefat e mëdhej, le grand tête, thot francezi, kokat e mëdha, për me mbulu gjërat e tjera, opa, e ngren, shkretin, se kalon edhe familjen mrapa. E linë dhe në pension dhe mbyllet historia. Ora, kam gjetë kur shkojmë, a ka gjë në jetë, se janë refleksione mrena vetes time, kemi shku, pra unë si në drejtor shkoj te një familje, se s'duhet për mene, x polic, 3 fëmijë, një skamje, një të merë, a i shkreti kishtë dhanë jetën për në krye detyrës, fëmijët në mes Llucës, në mes Baltës, të Braktis. Pa që mund bëje tjetër unë se i qumë disa dhurate, jam detyru, kam shku, kam ush edhe i furgon. Qa, merë një tjetër, një furgon me ushqime, me këta. Qa mund bëje unë më gjë tjetër? Në i kohë që për çdo situatë që ndodhë kështu, duhet prokuroria të hapi çështjet. A është ba procedura standarde, apo nuk është ba? Pse u vra polici? Pse punojnë si, pse kemi aq yje në atje? Pse? Pra, për menimin tim, gjysa janë në urdhat gabim të dhënë të këtyre njerëzve. Në zbatimin e procedurave standarde. Ti i shef sot. I dashur Andi, i ke pa punojnës të policisë dalin mes rrugës të ba pika kontrolli? Unë kam pas ndetur me ta, kam pas ndetur... Po e majnë qytetarin qafre, mund të humi qytetari kontrollin në një moment dhe godite punojnësin e policisë në kryet e detyrës. Po kënë kryet detyrës, pse është fut në Karrexhat? Se ka procedura standarde. Kur ngrihet një pikë kontrolli, lajmërohet, shkon policia në rreth rrotullim ngren postoblok.
Nuk mund ndodh, vetëm në ke përgjysh, se kjo nuk vjen prej policit, kjo vjen prej atij që e drejton oficerit, pra, po themi, pra, ne që të prodhojmë siguri, duhet jemi vetë në siguri njëherë. Andi bëj skema sa të dush, ja ku e ke, shko te Kaza Italia. Rri punoj si policis në rreth rrotullim. Nuk mund ndodh, 3 policë kanë humb jetën atje. Nëse ky është një rreth rrotullim, regjia më kalo këtu dhe më ka ndodhur se dua ta diskutoj dhe me shefin. Unë po marrim element, marrim sa të dush. Këtu është rreth rrotullimi, këtu vihet dhe këtu është sensi kundër, dy karrexhatat. Unë kaloj këtu, polici ishte këtu. Dhe më ndalon të hape kraun këtu. Nuk po më hutoj në një moment, sepse nuk po dija të shkoja se doja t'i ndalova, ku më them, ndalova, jo tha hape kraun atje matan. Po si më hap kraun? Po ja i do të ndalon në qarkullimin ishte në trafik ndarse. Te rrotullimin në trafik ndarse tani. Kush i ka thënë ati shko aty? Jo, se jo është çudia, ishte mçef, Dakor, dëgjoj. Pra janë shumë gjëra, merre nga të duash. Trajnimi i policisë është shumë i rëndësishëm, trajnimi në terren. Thjesht. Pra stratifikimi. Ti do trajnohesh për këtë gjë. Gjërat e thjeshta, nga A-ja te Z-ja, për ç'a punë bën ti për këtë. Po ti ai katapultojnë nga një drejtim në një drejtim tjetër, në një drejtim tjetër. Po a din sa mund edhe djesh duhet me e ba një policë qarkullimi të saktë? Shumë. I thjeshti. Unë kam qenë i suksesshëm sepse unë pyesja policët e vjetër me përvojë. Dua ta bëj. Unë kam këtë ide në bazë ligjit, si ta bëj? Si ta zbatojmë? Si ta hedhim në... Ishin ata që e bënin. Në fund, korrigjoja, nuk ishte urdhërim. Dashur, nuk ishte ligji. Ligji, rregulli, pra puna e përvojën të jashtëzakonshme, policët e qarkullimit, po për 3 muaj, sa e vunëre që e kisha me gjithmen dhe i mbështetësja, po s'kishte nevojë. Sa i thoja, ore, mos i thoni se është shefi, më keni ba hero pa qenë, ju jeni herojt. Po, jeni ju atë. Gjithkun isha unë, pra 180 policë në terren, 180 veni isha unë. Ka thënë shefi, sepse donin, ka thënë urdhër shefi, se donin se si të mbroheshin. E qartë. Bra, këto janë fenomenet. Nëse e kapëm, pra, punoj si policisë duhet trajtu si qenie njerëzore. Edhe unë jo më kot e nisa këtë vit me një intervistë me ju, shef Krenar Ahmedi, sepse doja që ne t'i bënim një kritik krejtësisht pozitiviste policisë së shtetit, sepse aty ka djem vajza burra gra fantastik, të cilët punojnë, japi një lloj kontributi. Oja janë sakrificës, nëse një punonjës policie, 2 pika, rrin me 600.000 lekë. Edhe është i pasur, ai është hero. Ai është duke sakrifikuar në maksimum. Unë e di se ç'a ndjen, se ndoshta në fund të muajit nuk ka bukë me hangër. I njeh, janë kolegë, janë miqë shok sot, tu që i ke. Ore po ta them minimumi e di se çfarë janë duke hequr në terren. Kështu që unë jap mesazhin përmbyllës për këtë pjesë dhe ne kalojmë tek një pjesë tjetër për të parë pak se çfarë ndodhi me SPAK dhe me hetimet, pak minuta për ta kuptuar më shumë. Dhe realisht për policinë e shtetit një konsiderat shumë e lartë, ata janë njerëz të cilët unë vetë personalisht në moment që përballem me ta si qytetar, si shofer e si tjera me radhë, përpiqem të jap kontributin tim maksimal, duke respektuar figurën e tyre, uniformën që kanë veshur, sepse janë ata të parë të cilët përballen me çdo lloj situate për të garantuar rendin dhe sigurinë publike për ne, për familjet tona, për fëmijët tanë e tjera me radhë, kështu që në çdo lloj momenti, ne çdo emision të kësaj natyre të cilin e bëjmë dhe përmban kritika me qëllim që policia e shtetit të reflektojë të shkojë në nivelet ku do duhet të jetë për të qenë vërtet imazhi i një policie me standarde evropiane dhe që në asnjë moment nuk e lë qytetarin e saj në balt apo të përballet me ata që nuk do duhet përballet. Mbi të gjitha ne kemi vetëm një gjë të shenjtë, është ligja që na mbron, është ligja i cili na garanton çdo lloj lëvizje të lirë në vendin ton pa pasur probleme, kështu që realisht mbi 12.000 trupat e policisë së shtetit janë figura të nderuara, të cilëve ne do duhet të japin mbështetje nëpërmjet medias, mbështetje nëpërmjet zërave, sot ekspert dhe ish drejtues në një kohë cilët e njohin problemin realisht nga brenda dhe që nuk kanë frikë sot të thonë të vërtetën për një gjendje e cila për mua nuk do duhet të ishte shkaktuar dhe të kishte vajtur në këtë pikë. Ndoshta le të themi këto emisione të cilat ne po bëjmë me kritika apo presione pozitiviste të shërbejnë në një moment caktuar për drejtues dhe për ata të cilët kanë në dorë të rregullojnë, le të themi, mënyra se si do duhet funksionojnë kjo strukturë dhe organizata e policisë së shtetit, një organizatë le të themi e cila ka në dorë fate të njerëzve. Ne kalojmë tek një çështje tjetër për të folur për çështjet të cilat pati në dorë SPAK gjatë 2025-s dhe çfarë do të ndodhë këtë vit. Të lutem regjia siglën.
Siç e kuptuam, viti që kaloi, viti 2025 pati disa goditje të rëndësishme të zyrtarëve të lartë, pati disa iniciativa të SPAK-ut për të shkuar në nivele shumë të rëndësishme të qeverisë së vendit, ku të paktën dyshohet për përfshirje në tendera të mëdhenj korruptiv, të cilat kanë në përbërje të tyre miliona dhe miliona euro të taksa paguesve shqiptar, ku ne sigurisht nuk e dim se ku kanë shkuar paratë, është gjithmonë një, le të themi, iniciativë të cilët ne si media e kërkojmë për të kuptuar ku kanë shkuar paratë e qytetarëve shqiptarë, dhe nëse këto para kanë shkuar në mënyrë korruptive të merren dhe të rikthehen. Pra, të paktën këtë dëshirojmë të gjithë ne. Po çfarë është SPAK-u në vetvete? Diferenca midis byrosë kombëtare të hetimit si strukturë timore dhe policisë së shtetit, unë dua ta kuptoj pak më shumë sonte me shef krenar Ahmetin. Çfarë kupton tek SPAK-u, Ahmeti? Ka një lloj iniciative për të ndryshuar diçka, ndoshta për të kthyer një faqe tjetër këtij sistemi të ndërtuar kështu? Tani, unë do vjen në studio me një bluzë të shkruar SPAK and ad baculum. E përkthim në shqip. SPAK e Dajak. SPAK dhe Dajak. Pra, domethënë jam partizan i ligjit. SPAK-u unë e përgëzoj këtë institucion, që të paktën ka filluar me funksionu, është dritë në fund tunelit. Është dritë në fund tunelit me motivacionin kush ka pi ujë në krut qeverisë, ka me i ra flama. Është i shprehje vjetër. Pra, ata që kanë vjedhë këtë vend, ata që kanë shpërduru taksat e këtij vendit, të ardhmen e këtij vendit e kanë përzhit. Në qoftë se ti bën korrupsion 1 vit, 10 vjet shkon vendi mrapa. Ky është raporti, të rikuperuar. 11 vjet për të rikuperuar një vit korrupsion. Me 1 vit korrupsion. Pra, nëse 1 vit, pra, dhe i ka dhënë shenjat e para të goditjes, pra është duke e godit në kokë. Është duke e godit në zemër. Po vazhdoj kështu, ka shpresë. Ka shpresë, po damin që është bën deri tani në këto momente, edhe fëmijët tanë kur bën 25-30 vjeç kanë për ta ndje. Dami, vazhdimi, ke përgjithësi sepse jehona, si tsunami, ka ndodhur tërmeti këtu, do të vi tsunami, edhe do të mysi bregun. Do dallga thua. Do dallga nga ta dalë, rikuperimi do shumë djerës edhe mund. Po të paktën një institucion po tregon kur ka vullnet, kur ka mbështetje, domethënë atje të përballet gjithë, i madh i vogël, kushdo që të jetë, të përballet me ligjin. Kjo është demokracia, kjo është ai sistem që ne kemi zgjidhur. Kjo është, por më vjen shumë keq kur, për shembull, SPAK-u, se ata kanë me fakte, thotë, pra ka frikë të bashkëpunojë me policinë, sepse pikërisht një vend po të rrodhi informacioni, atëherë të prish krejt sistemin, pse a tham që investigimi, pra hetimi është kërkim shkencor, apo një gjë po të rrodhi, domethënë nuk është mrena parametrave në procedurial, dhe pastaj do të kushtoj si nga krahu i forcave të ligjit, si nga krahu i kriminalëve. Sepse duhet me mbrojt edhe drejtat e njeriut. Jo, qartë. E kuptove? Pra procedura duhet të jetë, pra nganjëherë pra mbrojtja e informacionit është edhe me mbrojtë edhe atëherë. Sepse nëse nuk mbrohet informacioni, a e shef se nganjëherë ja amplifikohen shumë gjëra, po ka teknika, taktika. Grupet kriminale të paktën të parë në dosje janë detyruar të përdorin element të caktuar, të paktën nga ata të cilët kanë pasur në dorë aktet hetimore, siç ishte një ish oficeri forcave operacionale, të cilët për një hetim ka pasur aktet në dorë, dhe këtë informacion unë ja jap Andit apo dikujt tjetër i cili është kepala kundërshtare e shtetit. Është shkelje flagrante, shumë nuk gjej fjalë. Unë nuk arri do të... Se koncepton do si gjithë të ndodhje? Si mundet një oficer policie me spaleta? Për 5.000 euro. 5.000 euro unë, 5.000 euro shokët, dhe nga 5 shokët, për 15. Po, ja dhe për 1,5 milion. Shumë pak. Domethënë do të jetë, pra je një oficer, je punonjës policie, ke një farë ideale, si mund ta bësh ti këtë? Pra nuk ka vlerë paraja në raport. Asnjë vlerë fare, sidomos për këto lloj forma. Ore, dakord, ja unë mund t'ja pranoj një vile rrush, po jo të nxjerrësh njeriu në pritër. Si mund ta bësh ti këtë? Hasë me ta kesh. Nuk arrit të ta perceptoj.
do të thënë, nuk gjej fjalë, prandaj po shprehem, po aktroj në këtë formë. Nuk gjej fjalë se si unë mund ta vesh, ndaj artistikisht, juridikisht, si mund ta bëj. Nuk arri. Ose ka pas një hall të madh. Se të paktën thotë, më vun kallashin në kaptin, po dhe unë e bëra për këtë arsye sepse kam fëmijë. Po jo, me mesazhe vetëm kjo mund ta detyroj. Domethënë edhe ka në thojza, edhe kjo jo, po ka thojza, pra motivi pse e bëre. E kishe menduar ndonjëherë, duke qenë pjesë e strukturave policore për shumë vite, duke qenë, le të themi, në nivele të larta, për themin e pjesë e sistemit, quhemi, apo jo? Kam qenë deri aty ku kam pa mbrapa perdes. Mbrapa perdes. Pra, kam qenë deri aty, ato që ne, ndoshta qytetari nuk e percepton dot se çfarë ka mbrapa asaj perdes, është e vështirë. Pra, kam qenë mbrapa perdes. Ke qenë mbrapa perdes. Tani, e kishe menduar ndonjëherë që do të ngrihej një sistem i tillë ku do të qarkullonin shumë miliona, ndoshta edhe për një projekt në policinë rrugore. Dhe për një projekt vendosja e kamerave e radarve të pozicionuar në autostradë, e cila për të pak nga informacionet që ka mu shkonte diku deri 45 milionë euro për të bërë me radar gjithë Shqipërinë. Asi që 4-5 milionë euro kushtojnë, në parantezë që ta kuptoj, kushtojnë gjysmat atyre çokolladat. Jo, le çokolladat. Jo, po të marr krahasimin. Jeta e një fermeri, jeta s'ka të pagume, po një fermer, nëse humb jetën, një fermer i Lushnjës, një fermer i Koplikut, nëse humb jetën në një aksident, ekuivalent ky komuniteti jon në GDP humb $2 milion i ka direkt të humbura. Pra çdo jetë e humbur se ka kosto. Po të vdiste ai, po të bënte aksident ai doktori që detyrova unë të bëj veprimin, komuniteti $20 milion humb në sekond. Sepse sa është dashur për me formu dhe sa jetë njerëzish shpëton ai. Se kjo është pra ti si krijesë brenda këtij sistemi kapitalist, sa kushton? Ke një vlerë. Ke një vlerë dhe vlera munguar ke përgjithë momentin që ti humb jetën, ke humb treg. Po flasim si kapitalistat, thash, parantez, jeta s'ka të çmuar, kurse komuniteti në momentin që ndodh një aksident ka humb treg apo. Nga i qartë. Ke përgjithë, dhe ti më thotë mu 4 milion radaret, 80 milion le të bëjnë. Sa shkonte? Ke pas informacione sa mund shkonte të bëjë me radar? Me radar, sado që të shkoj X shuma. Po? Të siguroj që për një muaj e nxjerr krejt vlerën, se i merr gjobat dhe pastaj nuk ka nevojë ma radari, sepse s'ka ma gjoba se do binden. Do binden gjithë. Kaq, a e kuptove? Atëherë ti duhet të kesh mjetet. Që t'ja dokumentosh. Dokumenti argumentues në gjithë për sigurinë publike duhet të jetë patjetër, se kështu në këtë formë ti nuk i shkel edhe drejtat njeriut, ti nuk e lë dot policin në dylbi, fotografo këtë makinë dhe ja fut makinës tjetër. Se këto ndodhin sot. Ti nuk mundesh me dalë me dylbi atje pa certifikatën e meteorologjisë, që duhet jetë të certifikuar kur të dalësh. Pra ti si shtet duhet të zbatosh ti rregullin një herë. Atë makinën që e ke me targa, ja ke paguar ti taksat? I ke paguar siguracionet? Nuk i ke paguar. Atëherë pse më kërkon mu siguracionin? Pse më kërkon mu taksën? Sepse kështu bëhet shteti. Ti jemi në rregull një herë, pastaj dalim atje. Po këtu është problemi që OSHE-s i pagun ujësillësit ujin, ujësillësit pikërisht i pagun dritat, edhe hyn në disbalanca financiare pastaj. Pikërisht pra, kurse qytetari shkret duhet të jetë më së korrekt, kurse institucioni pse nuk është korrekt? Sepse ata që duhet me u marrë me financat, merren me zgjedhjet vlla. E kishe menduar ndonjëherë do shkonte gjëja këtu duke parë pas perdes. E di që do shkonte në këto vlera. E kam thënë edhe në herë të tjera. E kam thënë edhe që i duhen jo një, po 10 spakë me ngrit. Në çdo qark ka i spak, e s'ka për të mujt me ja dal, sepse është bë aq endemike sa është bën në kulturë, më i dashur. Është bërë në kulturë, mënyra e të jetuarit. Pra është kriju në gati në arketip ka kalu. Po nuk dhe diçka, nuk mbaron punë. Atëherë ne kena marrë si është vërtet. Po kjo është e tmerrshme. Ku po i rrisin fëmijët? Ke përgjithë se tham policia që duam, tham do bëjmë këtë, propagandë gjithkund, propagandë. Nuk mund. Me pak mund. Me pak mund dhe pak investim, kjo Shqipëri bëhet lule. Jam shumë optimist. Të shpresoj shumë. Krenar Ahmeti, ishte kënaqësi që unë kisha në një intervistë për të nisur sezonin e 2026-s me ju. Ju kam vlerësuar
që unë isha ende pa u bërë shofer kur ju ishit në ato ujrat e drejtues mjeti, se shofer është eksperiencë. Nësa drejtues ka vozitës dhe shofera. Shoferi është profesion. Jam i farë shoferi dhe. Çdo njeri, në bazë psikologjisë, çdo njeri gjithmonë e paraqet veten mbi mesataren. Është vërtet. Është veten. Jo, po, është e vërtetuar në psikologji. Unë të kërkoj falje se sot duhet kisha ardhur me bluzën e shkruar Spak dhe Dajak. Ndoshta do kemi një tjetër moment për ta. Spak mos e mba dorën. Kështu që Spak mos e mba dorën. Ishte kënaqësi t'ju kisha në këtë intervistë për të ndonjëherë për t'i bërë këtë kritikën pozitiviste të gjithë sistemit. Nuk janë kritika të cilat ne ndoshta i bëjmë, kam shtypjen nga mbledhja, i bëjmë për të ndërtuar realisht të ardhmen e këtij vendi. Dhe besoj ky ishte mesazhi që u përcollët tek ish kolegët tuaj, tek drejtuesit e ish kolegëve, tek ky sistem. Kështu që vlerësoj shumë gjithë mesazhet që u përcollën sonte. Ande faleminderit, ishte kënaqësi edhe për kohën, edhe gëzuar edhe një herë të gjithë shqiptarët, sidomos policët, kurse policët e korruptum duhet t'i përshëndes me këngën atje në Lëndin hedhin valle tra hajdut. Okej. Ylli Baka. Ata i përshëndes. Faleminderit shumë. Shikues dashur, kjo ishte gjithçka që ne kishim përgatitur për këtë episod të parë të 2026-s, ku ne do të shihemi në vijim së bashku me të tjera tema të cilat ne i prodhon policia, ne i prodhon Spaku, çështjet e drejtësisë, të krimit të tjera me radhë. Ndoshta me kontribut modest për të sjellë çdo gjë në normalitet. Ne bashkë do të shihemi në episodin e ardhshëm. Natën e mirë.